€200 dyshohet se i pranoi instruktorja me inicialet A.B në mënyrë që t'ia mundsoj një gruaje kalimin e testit praktik të vozitjes. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur rreth muajit prill të vitit 2025. Për këtë çështje, Prokuroria Themelore e Prishtinës njoftoi sot se ka ngritur akt akuzë ndaj kësaj instruktoria, si dhe ndaj 4 personave të tjerë. Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, njofton opinionin publik se ka ngritur akt akuzë kundër 5 personave dhe atë A.B, E.Q, F.S, S.M dhe V.V për shkak të dyshimit të bazuar mirë se kanë kryer veprat penale marrja e rishfetit dhe keqpërdorimi i detyrës zyrtare. Ndryshe nga instruktorja, 4 të akuzuarit e tjerë janë anëtarë të Komisionit për Shqyrtimin dhe vendosjen lidhur me kërkesat për licencim dhe ndryshim të kushteve hapësinore të autoshkollave. Eksperti i komunikacionit, Nal Dedaj, thotë se shteti deri me tani nuk është marrë sa duhet me këtë problematikë. Do të me pas programe të caktuara të cilat do të më zhvillu në kuadër të ministrisë, e cila do të më identifiku problemet, mas pare më, pastaj secili problem që identifikohet do të më marrë mosat preventive, parandaluese për keqpërdorim, për mos më keqpërdorur më pozicionit e personave të cilët e japin patent shofer, të cilët marrin testimin e patent shofer për patent shofer. Avokati Arbër Jashari tregon se ligji parashet dënime të rënda për çdo person që përfshihet në dhënie apo marrje të rishfetit. Si formë themelore, ligjvendësi ka parapo që personi i cili gjendet në këtë vepër shpallët fajtor mund të dënohet deri në 8 vjet, por dënimi mund të jetë edhe më i lartë varësisht prej rrethonave dhe varësisht prej tiparëve të veprës penale. Për të akuzuarit, brenda pak javesh pritet të mbahet seanca fillestare në gjykatën themelore të Prishtinës.